Një familje me 4 antar i nevojiten të paktën 68.654 denar në muajin qershor për të mbuluar shpenzimet bazë mujore. Tregojnë të dhënat më të fundit për shportën minimale sindikale të publikuara sot nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë. Nëse familja nuk ka banesë në pronësi dhe jeton me qira në një apartament prej 60 metrash katror, bara financiare rritet ndjeshëm, duke arritur në 84.024 denar, krahasuar me muajin e kaluar, kur shporta minimale ishte 68.742 denar. Është shënuar një ulje minimale prej vetëm 88 denarësh. Shpenzimet më të shumta shkojnë për ushqim dhe pije, për të cilat nevojiten 25.120 denar, që përbëjnë 36.6% të buxhetit të përgjithshëm familjar. Pastaj vinë shpenzimet për arsim, ku për nevojat edukative të familjes ndahen 7.192 denar, ose 10.5%. Për veshje dhe këpuc janë llogaritur 6.511 denar, 9.5%, ndërsa shpenzimet bazë komunale, ujë, energji elektrike, ngrohje, për ata që kanë banesë në pronësi, arrinë në 6.379 denar, ose 9.3%. Mëtej, për rekreacion dhe kulturë në qershor, janë parapar 5.592 denar, ose 8.1%. Për transport nevojiten 5.089 denar, 7.4%, ndërsa për ushqim në restorante dhe shërbime hotelierie janë planifikuar 4.131 denar, 6.0%. Në fund të listës janë shpenzimet për komunikime me 3.677 denar, 5.4%, higjiena personale dhe mirëmbajtja e shtëpisë me 2.667 denar, 3.9%, shëndetësia me 1.196 denar, 1.7%, dhe mallra e shërbime të tjera me 1.100 denar, 1.6%.